Ka ndalur që në orët e parë të mëngjesit, disa për të vrapuar, disa për të qëndruar në hijet e pemëve, por pamja që i ofrohet janë mbeturinat e mbetura stok, të cilat hidhen nga dora e njeriut dhe po nga dora e tij nuk pastrohen. Kjo është situata në pedonale Lemolës, e cila mbetet shqetësimi kryesor për qytetarët e cilët janë të shumt në periudhën e verës, por aromat kundërmuese bëjnë të pamundur qëndrimin gjatë aty, duke mos përjashtuar përhapjen e sëmundjeve në këtë të nxehtë. Çdo vit të edhe më keq. I goja punë. Të s'ka kur farë pastërtijet, a shefken të pastru në herët në këtë vend? Më duket se kur herë nuk shafken, unë rri shpeshto. Pra ne këto nuk ka vend pastrimit më të marrë shatë keqen. Se këto, rrezik me të këthuj malarje, pri pislekut, më shkaj, drejt, qërpsirë. Nuk i bjen kush mrapa, as man kush përgjësi. Këtu duhet me ditë kush e man përgjësin, por këtu edhe përgjësit pa humin të shmo, s'ka vlerë. Ashtë anormale, pa pastërti ka shumë. Nga vitin i vit nuk vjen dorë edhe nuk do të vjen dorë me i këtë kryetare që kena. Kjo s'është normale hiç, kjo është përfaqe zez. Atë turp me e pa kush, edhe ata njerëz që rrinë atje në bashki, marrin rrogat këtë dhe marrin nga taksat tona. Dhe me që marrin parë nga taksat tona ta s'punojnë fare, kanë gjetur rahati atje, marrin ata rrogat atje dhe çka mundën me kapën e për veti, fjalë tyne, edhe natën e mirë popullit rri. Ata i bëjnë thirrje pushtetit vendor që të zgjohen nga xhumi dhe të punojnë më shumë për këtë qytet, pasi kjo është detyra e tyre. Kam thirrje që inshallah i shton Zoti fuqit, inshallah bëhen më mirë, inshallah luftojnë me shpirt dhe me zemër, edhe gjithçka mirë dhe jetë. Pushtetit vendor duhet me thënë punojnë. Çohet nga xhumi, se është fjet, edhe të realizojnë detyrat që kërkon vendi, qyteti jonë i Shkodrës. Këtu ka mrekullina me dashme bo, nuk bëjnë. Kjo zonë e lënë prej kohësh në këtë gjendje dëshmon edhe një herë tjetër se si Bashkia e Shkodrës po neglizhon thirrjet e vazhdueshme të qytetarëve dhe nuk po kryen detyrimet më minimale të saj. Të vjen keq të shohësh se si bukuritë e natyrës po keq trajtohen në këtë formë nga papërgjithshmëria e njeriut.